Sot kam vendosur me përgatit pjeshka. Një nga recetat që përgatisim shpesh për festën e Bajramit. Fillimisht për me përgatitë recetën na nevojiten 3 vezë të plota, 3 gota të çajit me sheqer, një pako sheqer vanilje. Vazhdojmë sheqerin edhe vezët i rrahim mirë me tel kuzhine, derisa sheqeri të fillojë të shkrihet. Pra, parafërsisht për 2 deri në 3 minuta mjaftojnë për të rrahur vezët. Pasi vezët janë gati, shtojmë 3 gota me vaj ose 300 ml vaj. Vazhdojmë edhe ta shepërzim edhe vajin me vezën dhe sheqerin, edhe e shikojmë që duke e përzi veç fillon të troshet edhe të formohet një masë homogjene. Po e vreni që veç fillon që të troshet. Ajo çfarë ka mbetur për të shtuar krejt në fund është miell. Dhe tash e shtojmë miellin gradualisht nga pak derisa ta formojmë brumen. Një pako pluhur për pjekje. Edhe tash vazhdojmë e përzim. Miellin është mirë që ta shtoni nga pak derisa të troshet brumi. Si duket brumi, do ta shikojmë krejt në fund. Por për këtë recetë mu deshton 680 gram miell ose parafërsisht 700 gram miell, mirë po gjithmonë ju do ta kontrolloni sepse sasia e miellit ndryshon nga masia e vezëve që ju do të përdorni për të përgatitur këtë recetë. Brumi për të përgatitur pjeshkat nuk duhet të ngjitet për dore, duhet të jetë pak më i fortë se sa brumi i tatlisë. Pasi që e kena formu brumin, tash vazhdojmë edhe i formojmë topthat e vegjël. Pra, recetën për sot po e përgatisim kështu. Mirë po, në qoftë se ju dëshironi që të gjitha t'i bëni të njëjta, mund të merrni një lugë të mesme edhe t'i formoni topthat. Pra kështu ju bëhen të gjitha të njëjta. Në qoftë se dëshironi t'i bëni më të vogla, atëherë më pak brum do të merrni edhe do t'i bëni kështu toptha të vegjël. Do me thënë një lugë të mesme unë po e marr, shikoni brumi është pak më i fortë se sa kur përgatisim tatli. Edhe tash i formojmë kështu topthat. I renditim në tepsi, mandej krejt në fund vazhdojmë edhe i pjekim. Pra një lugë të mesme mjafton kështu pak brum për të përgatitur pjeshkat. Mos e leni brumin e butë sepse mund t'ju lshohen pastaj, do me thonë nuk e marrin atë formën që duhet ta marrin. Pasi që kena përfundu tash, i kemi renditur në tepsi, vazhdojmë edhe i pjekim në furrë në temperaturë 180 gradë. Parafërsisht 12 minuta mu deshton për t'i pjekur pjeshkat. Po e shikoni që e kanë marrë këtë formë pra, nga një lugë të mesme me brum edhe këtë mallësi që po e shikoni këtu. Nuk janë edhe shumë të vogla, pra janë ashtu taman mesatare edhe do të na bëhen pjeshkat shumë të mira. Sapo i kam larguar nga furra kështu se janë të nxehta, për ma lehtë vazhdojmë edhe i çelim kështu në mes, sepse pastaj do të bëjmë edhe mbushjen e pjeshkave. Mundeni të përdorni një thik, por mund të përdorni edhe lugë për t'ja hequr pra edhe për të krijuar vrimat. Mirë po me thik mendoj që është shumë më kollaj, sepse këto janë të nxehta, vetëm se lehtësisht edhe me kujdes vazhdojmë edhe krijojmë këto vrimat kështu. Është një nga recetat që e përgatisim pothuajse çdo festë të Bajramit për ta shoqëruar edhe me shumë ëmbëlsira të tjera. Ja vlen me provu këtë recetë sepse vërtet bëhen shumë të shijshme dhe gjithashtu ka për të gjithë.
Mos harroni që recetën të ndani me miqtë tuaj, sepse është një nga recetat tepër të mira. Tash grimcat e brumit që na kanë mbetur, pra nga biskotat e përgatitura, ne po i vendojmë në një enë tjetër. Nuk do t'i hedhim poshtë, por do t'i përdorim gjatë mbushjes. E tash për mbushjen, unë po përdor marmeladë të frutave, është marmeladë e kombinuar, e përzier, kokos dhe gjithashtu na nevojitet edhe lang, sepse pjeshkat duhet t'i fusim në lang. Edhe unë po përdor Fanta për shkak se marrin shije shumë më të mirë nëse i përgatesni me këtë lang, pra Fanta orange bëhen më të shishme. Por tash varet, mundeni edhe në lëngje të tjera si të doni. Mbushjen e pjeshkave e bëjmë me marmeladë, mund ta bëni me Nutella ose mund ta bëni me pestel. Tash unë po e bëj me marmeladë, mirë po, nëse doni ju që këto grimcat e brumit që i kemi larguar, kur i kemi kriju këto vrimat tek pjeshkat, mos me ju mbet, atëherë i marrim edhe i përzim me marmeladë e mandej i mbushim biskotat, i formojmë pjeshkat edhe kështu. Pra tash marrim këto grimcat, i shtojmë tek marmelada, vazhdojmë edhe i përzim, edhe me këtë mbushje pastaj i mbushim pjeshkat. Dhe tani po vazhdojmë edhe po i mbushim edhe pjeshkat kështu me masën që e kena përgatit dhe kështu pastaj pasi të përfundojmë do t'i bëjmë njëra mbi tjetrën nga dy edhe kështu e bëjmë përgatitjen e recetës e pastaj do të vazhdojmë edhe do t'i fusim në lëng, pra në lëngun që e kemi këtu anash. Vazhdojmë tash, i bëjmë pra nga dy, edhe shikoni se sa të mira që po bëhen. Kjo është një recetë e vjetër që e kanë përgatitur më përpara, por që gjithmonë ja ka vlejt me provu. Nëse e provoni, jam e sigurt që të gjithë do ta pëlqeni këtë recetë. Tash unë kështu po vazhdoj, po i formoj pjeshkat, po marri një pamje shumë të mirë. Pra masia e pjeshkave është kjo që po e shikoni, e nëse i doni mi bë më të vogla, atëherë kur do ta përgatesni brumin, pra merrni më pak brum, i formoni ato topthat më të vegjël edhe ju bëhen më të vogla për më shumë persona. Vazhdojmë edhe pjeshkat i fusim në lëngun, pra në Fanta, mirë po do t'i rrotullojmë kështu shpejt edhe nuk i lajmë shumë me thith pra lang, edhe i largojmë me një herë, pastaj drejt në kokos, i rrotullojmë në kokos që të lyhen mirë edhe pjeshkat i kemi gati. Kështu përgatisim krejt recetën. Pra secilën pjeshk do ta kalojmë kështu në lang, por nuk i leni shumë pra thash që mos bëhen edhe shumë të buta pastaj, edhe e largojmë edhe tash kështu me kokos edhe i vendosim në pjatën për t'i servuar. Mund t'i leni në frigorifer, ju qëndrojnë për disa ditë pa problem, por që ju them se kanë shije shumë, shijojnë shumë, provoni recetën sepse ja vlen. Këto ishin edhe ëmbëlsirat që i kemi përgatitur pra për festën e Bajramit, pjeshka tepër të mira të shishme, ja vlen me provu, provoni edhe ju këtë recetë për veti ose edhe për të gjithë mysafirët e Bajramit. Unë ju dëshiroj të gjithëve një ditë të mbar, mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës.